Shqipëria do të krijojë një qendër rajonale në fushën e kërcënimeve hibride. Kështu është shprehur drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Ikli Tafa, ku sipas tij habi do të garantojë një mbrojtje më të madhe ndaj këtyre kërcënimeve. Në muajt e fundit ka pasur një rritje të sulmeve kibernetike, por ato janë parandaluar me sukses nga sistemet e mbrojtjes. Kjo rritje e sulmeve kibernetike nuk është shoqëruar me ndikim në infrastrukturë dhe ekonomi, theksoi Tafa. Ne tentojmë që të ngrejmë një qendër e cila do ndahet ose do të mbahet në 3 shtylla, në shtyllën e implementimeve teknologjike, të cilë duke, po themi, përballuar dhe duke kuptuar se si teknologjia do të përballojë në mënyrë teknologjike kërcënimet të cilat vijnë nga inteligjenca artificiale, nga teknologjia quantum, nga teknologjitë e tjera dhe shfrytëzimeve të OT-ve e tjerë. Dhe shtylla e dytë, këmba e dytë, është operacionale, që përfshin të gjitha implementimin e politikave, standardeve, metodologjive të vlerësimit të rrezikut, të menaxhimit proaktiv dhe reaktiv. Dhe shtylla e tretë e këtij habi do të jetë i bazuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale në nivel ekspertësh të institucioneve, në nivel akademie. Zëvendës Ministri e Mbrojtjes, Blerina Abrashta, nënvizoi rëndësinë e të pasurit sistemeve të forta që i përgjigjen në mënyrë të menjëhershme kërcënimeve hibride. Shqipëria ka çdo ditë sulme cyber që qëllimin kryesor e kanë marrjen e informacionit për ta përdorur në mënyra të ndryshme. Çështja është që sistemet të jenë reaktive dhe proaktive, që në momentin që kemi një sulm, jo vetëm ta kuptojmë që po na vjen një sulm, po edhe ta kundërbalancojmë sulmin. Ndërkohë, përfaqësues nga Këshilli i Evropës deklaruan se kërcënimet më të mëdha hibride vijnë nga shtete si Irani. Rusia është aktori më i dukshëm i kërcënimeve hibride në rajon, por këtu në Shqipëri kemi parë shembuj të sulmeve të lidhura me Iranin, po ashtu, kolegët këtu në Shqipëri janë fokusuar në ndërtimin e një mekanizmi të brendshëm të përgjigjes. Gjatë kësaj jave, Qendra Evropiane e Ekselencës kundër kërcënimeve hibride në bashkëpunim me AKS-n organizoi në Tiranë konferencën dhe ushtrimin e simulimit mbi kërcënimet hibride në Ballkanin Perëndimor, duke mbledhur përfaqësues nga vendet e rajonit BE dhe NATO.